Përshëndetje shenja e binjakëve, sot do të zhvillojmë një pyetje rrufe të tipit kush ju xhelozon? Kartat që ranë për ju janë nderi lart, buqet dhe cikle. Këto karta zbulojnë një energji të ndërlikuar dhe delikate. Xhelozia ndaj jush vjen nga një person ose më shumë persona që ju vlerësojnë, por edhe ndjejnë rivalitet të heshtur. Le t'i shqyrtojmë në thellësi. Karta nderi lart nënkupton se ju jeni të perceptuar si dikush që ka fituar respekt, pozicion apo admirim në një fushë të jetës, dhe kjo mund të jetë për shkak të intelektit, komunikimit tuaj, arritjeve personale apo mënyrës se si shkëlqeni mes të tjerëve. Një person afër jush që ka ndjerë se është nën hijen tuaj, mban ndjenja xhelozie të fshehur. Karta buqet lidhet me komplimentet, dhuratat dhe hijeshin. Ju jeni dikush që tërheq vëmendje pozitive në mënyrë të natyrshme. Unë do të thoya që ka një person që ju buzëqesh, ju lavdëron, por në fshehtësi nuk e përballon dot bukurinë tuaj të brendshme, ose suksesin, edhe kjo mund të jetë burimi i kësaj xhelozie. Karta cikle nënkupton se xhelozia është e përsëritur ndër vite, ose situata mund të jetë një marrëdhënie që kalon nga afërsi në ftoje her pas here. Ky person ndoshta ka qenë pjesë e disa fazave të jetës suaj dhe ndjesitë e tij ose të saj ndryshojnë me kalimin e kohës. Paçim!